Okej, le të zhytemi drejt për drejt në temë. Sot do të shohim nga afër një nga figurat më, po themi, monumentale në të gjithë historinë botërore, Jezus Krishtin. Tani, për te anës shpirtërore që të gjithë pak a shumë e njohim, kjo analizë do t'rregojë se si jeta një individi të vetëm shërbeu si një forcë e jashtëzakonshme historike. Imagjinoni pak, idetë e tij fjalërisht rishkruan rregullat e moralit njerëzor dhe modeluan botën perëndimore që ne njohim sot. Le të fillojmë këtë udhtim. Për ta bërë më të thjeshtë, e kemi ndarë këtë analizë në 4 pjesë logjike: jeta në perandorinë romake, mesazhi i dashurisë universale, mrekullitë dhe sakrifica, dhe së fundmi, ndikimi në qytetorimin perëndimor. Mendojeni si një efekt domino që niset nga antikiteti dhe mbërrin deri në ditët e sotme. Pjesa e parë, jeta në perandorinë romake. Konteksti historik. Shikoni pak të kontrast këtu, sepse është vërtet interesant. Nga një anë, keni fillime jashtëzakonisht të thjeshta dhe modeste: Betlehem, Nazaret, Maria dhe Jozefi. Nga ana tjetër, keni presionin kolosal të perandorisë romake në një rajon si Gjudeja, që, sinqerisht, ishte një fuqi baruti e mbushur me tensione politike dhe fetare. Është fiks ky kontrast absurd mes një jete private të qetë dhe një epoke kaq të trazuar, që e bën zanafillen e kësaj historie vërtet magjepse për tu studiuar. Le të kalojmë më tej dhe të shohim se si zhvillohet kjo kronologji historike, bazuar në traditën biblike. Kemi lindjen, rritjen, larg vëmendjes në Nazaret dhe, më pas papritur, rreth moshës 30 vjeçare, nis misioni publik. Kjo periudhë e shkurtër shërbimi është ajo që çon më pas drejt ngjarjes së kryqëzimit në Jeruzalem dhe në fund te ringjallja. Mund të duket si një kornizë kohore e vogël, por ngjarjet brenda saj patën pasoja absolute botërore. Kalojmë te pjesa e dytë, mesazhi i dashurisë universale, mësimet kryesore. Këtu fokusi ynë kalon nga ngjarjet fizike drejt atyre të brendshme, filozofike. Tani, ky është një koncept vërtet thelbësor për t'u kuptuar. Kur burimet theksojnë mbretërinë e Zotit, ato nuk e kanë fjalën për një vend gjeografik me kufi fizik, e as për një qeveri të re, e trajtojnë si një gjendje të vetdijes. Është një transformim totalisht i brendshëm ku, e dini, shpirti merr përparësi absolute ndaj materjes. Ideja nuk ishte thjesht të krijojë një listë me rregulla fetare, por një ndryshim i thellë drejtimi që nis nga zemra e njeriut. Dhe pastaj kemi këtë fjali të famshme: të duash të afërmin si vetveten. Ndoshta e keni dëgjuar 10 herë, por le ta mendojmë pak në thellësi. Kjo nuk ishte thjesht një frazë frymëzuese e kohës. Kjo u kthye literalisht në gurin e themelit për etikën universale perëndimore. Të vendosesh të tjerët në të njëjtin nivel rëndësie me veten, theu çdo normë sociale dhe krijoi një standard të ri moral për njerëzimin. Dhe pika tjetër thelbësore vjen nga kjo thënie: mos gjykoni që të mos gjykoheni. Pse ishte kjo kaq goditëse? Sepse shkoi drejt për drejt kundër rrymës. Në një shoqëri antike ku dominonte ndryshimi i rrept dhe hakmarrja, të theksoje faljen dhe mëshira mbi dënimin ishte fjalërisht një ndryshim paradigme, një thyerje totale mentalitetit të asaj kohe. Pra, nëse do të përmbledhnim thelbin e këtyre mësimeve të jashtëzakonshme, gjithçka sillet rreth dashurisë, faljes, paqes dhe përulësisë. Për shembull, koncepti që një udhëheqës i fuqishëm duhet të shërbejë i pari ishte diçka krejtësisht revolucionare. Këto nuk mbeten thjesht këshilla të mira. Sipas burimeve tona, këto pika formuan në mënyrë të drejtë për drejtë ADN-n e etikës së krishterë dhe ndikuan thellësisht filozofinë tonë moderne mbi atë që quajmë njeri i mirë. Kjo na sjell natyrshëm te pjesa e tretë, mrekullitë dhe sakrifica, simbolika hyjnore. Shikoni pak se si interpretohen mrekullitë sot. Ngjarje si shërimet masive apo shumimi i ushqimit nuk shihen thjesht si ngjarje të pashpjegueshme magjike. Historianët dhe teologët i ndajnë në 3 shtresa kuptimore. Së pari, shihen si dëshmi të fuqisë hyjnore. Së dyti, si një metaforë briljante shpirtërore e transformimit që mund të pësojë secili prej nesh. Dhe së treti, e thënë qartë, si mesazhe tepër të forta morale për ndihmën dhe mirësinë komunitare. Pastaj, arrim te momenti kulmor dhe mjaft i errët i dënimit nga autoritetet romake. Sipas traditës, ky akt dhune fizike merr një kuptim thellësisht specifik. Mesazhin që dashuria është pafundësisht më e madhe se vuajtja apo vdekja. Në thelb, interpretohet kryekëput si akti i një sakrifice supreme, aty ku njeriu jep gjithçka për atë që njihet si shlyerja e mëkateve dhe shpëtimi i njerëzimit.
Por historia nuk përfundon aty, sepse pason ngjarja që burimet e theksojnë pa ekuivok si themelet e hekurta të këtij besimi, ringjallja. Kjo nuk përfaqëson vetëm një epilog, por simbolizon fitoren përfundimtare të dritës mbi vdekjen dhe shpresën absolute të jetës së përjetshme. E thënë thjesht, pa këtë akt, ndoshta do të flisnim sot vetëm për historinë e një mësuesi shumë të zgjuar. Me këtë akt, ai u kthye në qendrën e padiskutueshme të një besimi masiv global. Dhe e gjithë kjo e ilustron në mënyrë gjeniale pjesën tonë të fundit, ndikimi në qytetrimin perëndimor, trashëgimia globale. Ndalemi pak këtu, sepse ky është ndoshta thelbi historik i gjithë këtij udhëtimi. Për masat e ndikimit të tij janë aq të thella sa që ndonjëherë ne as nuk i vëmë re. Për shembull, këto ide nuk ngelën vetëm në Kish, ato u integruan në ligjet e Europës perëndimore. Parimi i barazisë shpirtërore hodhi farën për dokumente juridike kolosale si Magna Carta, duke frymëzuar direkt konceptet tona themelore për të drejtat e njerëzit. Në anën tjetër, shikoni artin. Mësimet e tij nxitën stile madhështore si arkitektura gotike me katedralet e larta apo kryeveprat e humanizmit gjatë rilindjes, domethënë trashëgimia e tij po mban në këmbë sistemet dhe muzet tan. Por pyetja është, si ndodhi praktikisht gjithë ky ndryshim botëror? Nuk ndodhi brenda natës. Ishte një lëvizje zinxhirore. Në fillim ishin 12 apostujt që nisën ta përhapnin fjalën, pastaj komunitetet e hershme modeste filluan të krijonin rrjete mbështetëse mes njerëzve, edhe në përndjekje të egra, dhe së fundmi, e gjitha u zyrtarizua me strukturën e kishës, e cila e mori këtë filozofi dhe e shpërndau në çdo cep të globit. Tani, ajo çfarë është vërtet intriguese është perceptimi i tij sot. Edhe jashtë teologjisë strikte fetare, ai vazhdon të studiohet nga historian, shkrimtar dhe filozof kudo në botë, si modeli suprem moral i njerëzimit. Pra, ai nuk i përket vetëm një besimi. Idetë e tij mbi ndërgjegjjen individuale dhe dashurinë patën një ndikim që revolucionarizoi të gjithë filozofinë shpirtërore globale, duke e vendosur njeriun për herë të parë si diçka thelbësisht të vyer. Që natyrshëm grekët të pyetje kaq të bukur, si ja del një figurë nga një kohë e errët e antikitetit, të mbetet speranca kryesore e dashurisë dhe ndriçimit shpirtëror për miliarda njerëz sot, në shekullin e 21. Fakti që mesazhi i tij tejkalon me kaq lehtësi kohën, ndarjet kulturore, madje edhe bindjet personale, tregon se ai kishte zbuluar diçka universale për natyrën tonë njerëzore. Pasi kemi kaluar përmes perandurisë romake, mrekullive, ligjeve themelore perëndimore dhe kryeveprave të artit, gjithçka thelbësisht reduktohet në një përfundim brillant dhe të thjeshtë nga burimet. Dashuria është ligji më i lartë i ekzistencës. Kjo është trashëgimia që ai la pas, e cila na jep një mendim vërtet interesant për ta bluar. Në këtë botë tonën hiperteknologjike, të ftohtë dhe ndonjëherë shumë të distancuar, a mos është pikërisht ky mesazh antik i empatisë radikale, sot më urgjent dhe më i domosdoshëm se kur më parë? Do ta lëmë kaq.